Një grup kriminal që dyshohet se shpërndante lëndë narkotike në disa qytete të vendit, si edhe e trafikonte atë jashtë Shqipërisë, është goditur nga policia pas një hetimi disa javor. Operacioni koduar Jug dhe Veri në drejtimin e prokurorisë Elbasanit u finalizua me vendosjen në pranga të 4 personave: Arben Guçe, Elion Qeva, Fran Pietra, të dyshuar për trafikim të lëndëve narkotike dhe armëve, ndërsa u ndalua edhe Mark Maraca, banues në Shkodër, i cili dyshohet se kishte vënë në dispozicion automjetin e tij për transportimin e drogës. Gjatë ndërhyrjes, njëri nga të arrestuarit, Arben Guçe, ka kundërshtuar punonjësit e policisë dhe gjatë tentativës për t'u larguar ka dëmtuar mjetin e shërbimit të policisë. Nga kontrolli në makinën e tij u gjet një Kalashnikov së bashku me 32 fishek luftarak që dyshohet se do të trafikojë, ndërsa në automjetin tip Volkswagen Golf të Fran Pietrit u gjet 41 kg kanabis, e cila po transportohej me qëllim trafikimi drejt pikës së kalimit kufitar Qafthan. Të arrestuarit akuzohen për trafikimi i armëve dhe municionit, trafikimi i narkotikëve, kundërshtimi i punonjësit të policisë së rendit publik, shkatërimi i pronës dhe shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor.